Zgjerimi i energjisë diellore në Gjermani u përshpejtua në gjysmën e parë të vitit, i nxitur nga lufta në Iran dhe planet e qeverisë për të ulur subvencionet, tha shoqata gjermane e energjisë diellore. Instalimet e reja diellore me një kapacitet të kombinuar prej rreth 7.4 gigawatësh u lidhën në rrjet midis janarit dhe qershorit sipas shifrave paraprake nga Agjencia Federale e Rrjetit të Gjermanisë të analizuara nga shoqata. Kjo shifër ishte 9% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjermania tani ka më shumë se 6 milion sisteme fotovoltaike të instaluara me një kapacitet të kombinuar prej më shumë se 125 gigawatt. Kërkesa midis pronarëve të shtëpive private ishte ftohur vitin e kaluar, por interesi është rritur përsëri pas shpërthimit të luftës së Iranit në fund të shkurtit dhe planeve të qeverisë për të dhënë fund subvencioneve për sistemet diellore në pronësi private. Mbyllja e planifikuar e subvencioneve për energjinë diellore ka shkaktuar një efekt tërheqje përpara. Shoqata pret që shifrat e gjysmës së parë të vitit të rishikohen më lart, ndërsa shtohen regjistrimet e vonuara. Bazuar në përvojën e viteve të kaluara, kapaciteti i ri diellor i instaluar në 6 muajt e parë mund të arrijë deri në 8.3 gigawatt. Shoqata kërkoi qeverisë të mos e ngadalsojë zgjerimin e energjisë diellore. Nga një perspektivë klimës, energjisë dhe politikave ekonomike, nuk ka asnjë mënyrë tjetër përveç një zgjerimi më të fortë të sistemeve fotovoltaike dhe ruajtjes së energjisë në bateri, deklaroi shoqata gjermane e energjisë diellore.